Në të njëjtën orë që socialistët kishin kërkuar mbledhjen e komisionit posaçëm për reformën territoriale, antarët demokratë të këtij komisioni erdhën Selina PD-s për të marrë pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar. Vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vendosur prej javësh që nuk do të ketë bashkëpunim me kryeministrin Edi Rama për asnjë çështje, përfshi reformën territoriale e zgjedhore. Ndaj sot Berisha në mbledhjen e grupit as nuk e përmendi Komisionin e Reformës Territoriale dhe u përqendrua tek organizimi i protestave kundër kryeministrit Edi Rama. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet të largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Rama. Ne drejt asaj do shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurë. Sipas Berishës, dosja e timeve për zvendës kryeministren Belinda Balluku është një prej më të rëndave në Shqipëri, por sipas tij nuk do të ketë drejtësi për këtë dosje sa kohë kryeministër është Edi Rama. Qytetarët e kanë kuptuar se vetëm fjala e tyre, vetëm zëri i tyre, vetëm guximi i tyre mund t'u japë përgjigje. Nuk e zgjidh drejtësia këto, sepse nuk pyesin më për drejtësi. E kyçi këtë drejtësi. Faktikisht e azjesoi. Kryetari i PD-s Sali Berisha deklaroi se hetimet e SPAK-ut për numrin 2 të qeverisë dhe hetimet për tenderat e Akshit tregojnë se si është realiteti në vend. Ishte Rama që bën që t'jetë i lirë sot. Ky Sagasi kalon nga një kafe tjetër, nga një restorant tjetër. Dhe e purdhra një lloj si më parë. Një lloj. Po. Absolutisht. Partia Demokratike ka lajmëruar se pas ditën e së martës në datë 10 shkurt do të mbahet protesta e tretë kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama.